Unë quhem Semir Tahiri, drejtoj Fondacionin Qemal Stava, bashkë me profesor Maqe Lakrorin dhe bashkë me Michael Weishert të Fondacionit Fridi Shepard, ne organizojmë Akademinë Politike të Partisë Socialiste. Dhe me këtë rast dua shumë përzemërsisht t'ju uroj mirëseardhjen të gjithë juve në Akademinë Politike të Partisë Socialiste. Unë jam shumë i entuziazmuar për ju që jeni aplikantët në sesionin e dytë të akademisë. Këtu me ne janë një pjesë e mirë e lektorëve të akademisë dhe studentët e sesionit parë të akademisë politike. Nuk kam shumë fjalë për të thënë, sepse vetë prania juaj këtu do të thotë shumë për ne. Do ju uroja shumë suksese në fazën selektive pasardhëse. Mjafton fakti që jeni këtu, ne na bën ndjehemi të gjithë të nderuar për çka kemi ngritur deri tani në akademi dhe për çka do bëjmë më tutje bashkë me ju. Dua t'ju uroj edhe një herë suksese dhe mjafton t'ju shohësh, ja u thash me të paktën shumicën tuaj që kam komunikuar, mjafton t'ju shohësh ju si aplikant të Akademisë Politike të Partisë Socialiste për të menduar dhe besuar që politika dhe vendi ynë nesër do jetë shumë më mirë se ç'është sot. Faleminderit dhe shumë suksese të gjithëve. Duke ju uruar mirëseardhjen të gjithë pjesëmarrësve në këtë takim, dëshiroj edhe një herë të rivlerësoj punën shumë të mirë që bëri grupi i parë i studentëve të akademisë, të cilët para disa muaj u diplomuan. Patëm rastin në atë periudhë të vlerësojmë dhe kontributin e dy fondacioneve, Fondacionit të Fridi Shepard dhe Qemal Stafa, për mbërvajtjen e kësaj akademie. Megjithatë, unë sot dua të përmend diçka tjetër që ka të bëjë jo thjesht me studentët dhe studentë e ardhshëm, por me të gjithë ata që kanë aplikuar vitin e kaluar, që kanë aplikuar këtë vit dhe që shpresoj koha ta verifikoj këtë edhe në të ardhmen. Edhe pse vetëm 8% e atyre që aplikuan vitin e kaluar u pranuan në kurse, praktikisht të gjithë aplikantët e vitit kaluar, mbi 90% e tyre, u angazhuan në fushatën elektorale. U angazhuan edhe janë angazhuar në strukturat e Partisë Socialiste, nga organizatat socialiste deri në delegat të Kongresit. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që një mentalitet të ri, shumë pozitiv, që e kanë të gjithë aplikantët. Së pari që aktivizimin politik nuk e konsiderojnë si një, dhe politikën vetë, nuk e konsiderojnë si një profesion, por shumë më tepër se kaq dhe shumë më mirë se kaq. E konsiderojnë si një mision. Bën misionar të progresit. Kjo është e para. Dhe e dyta, përveç kësaj akademie, le të themi të stili didaktik, ka një akademi reale, shumë më të madhe, shumë më të fuqishme, siç është vetë Partia Socialiste, ku gjithë secili nga ata që aplikuan dhe nga ata që kanë aplikuar edhe aktualisht, gjen vendin e vet që të kualifikohet më tej dhe që të jap kontributin për realizimin e projektit të hershëm, të zhvilluar në kohë, të modernizuar në kohë të socialistëve shqiptar. Ju uroj sukses në këtë aktivizim të gjithë aplikantëve në interes të progresit të partisë sonë dhe të vendit tonë. Well, dear friends, my name is Michael Weishert. I work with the Friedrich Ebert Foundation here in Tirana. The Friedrich Ebert Foundation is a German organization close to the social democracy in Germany. And what we basically do is what we call in Germany political education. Political education is about motivation, qualification of people who want to get involved into politics, into the destiny of their country, who don't want to leave the developments in their country to others, but want themselves to get involved. And in a way, we do this in many countries, also in our own country, in Germany, and we support these efforts also here in Albania.
It is like swimming in a river. You know, a river and you swim against the stream. So in order to really get forward, you have to move. You have to continue moving. You have to swim. Otherwise, you will be put back. And with democracy, it's about something like that. If you don't do something for it, you lose it. And that is valid in Germany and in all other countries. I have been seeing many schools of democracy or political educations in other countries. But I think that this political academy of the Cemal Staffas Foundation and the Socialist Party is maybe the most ambitious and the most advanced which I have at least experienced in my experience of activities with the foundation. And I think we have to, and I have to congratulate the Cemal Staffas Foundation and above all Sami Tahiri for this very excellent and very successful project which has started last year and will continue this year. Unfortunately, we cannot offer a place for all of you. That is very obvious, but we will have to make an effort to allow that as much as possible from the initiative of the Academy will also offer opportunities for others to join and to participate in this very important project, which in my understanding is a key contribution, a very important contribution, what you call the Renaissance of Albania, a kind of new initiative which this country obviously needs in politics, in the economy, and in developing perspectives, especially for young people, but for all generations in this country. So I am very glad to be connected to this important project, and I thank you all for allowing me to participate in this endeavor. Do zgjas shumë pak, kam vetëm 2 fjalë. Kjo është eksperienca më e bukur që mund të kalone. Vlen për shumë gjëra në jetë. Ajo që më ka vlerësuar mua, mbi të gjitha që ishte ura lidhse që unë të isha sot këtu, të jem në PS, më ka vlerësuar që të kërkohem dhe nga policia. Shaka. Për shkak të një proteste që bëm kundra qeverisë. Është e vërtetë që unë jam kërkuar nga policia, po unë jam në kërkim të një të ardhme më të mirë, kështu që policia le të vazhdoj punën. Kjo vlen për ata që do jenë pjesë e akademisë dhe për ata që nuk do jenë pjesë e akademisë. Është gjëja më e mirë që jeni sot këtu dhe jeni pjesë e kësaj gjëje. Faleminderit.